Sekretari shtetëror në Sekretariatin për implementim të marrëveshjes së Ohrit Eyüp Alimi do kryesoj komisionin e formuar nga qeveria për vlerësim të dëmit të shkaktuar gjatë aksionit policor në Kumanov. Ata sot ishin në terren dhe vëzhguan nga më së afër dëmët e shkaktuar që ndodhen në Kumanov gjatë luftimeve 2 ditore. Sipas fjalëve të kryetarit të Bashkisë Vendore të Lagjes së Trimave Shaban Demiri, atyre ju duhet kohë deri nesër për të përfunduar me vlerësim të dëmit. Jo, ka dalën vetëm evidentim i shtëpive të rënuara dhe të shkatruara. Komisioni është i nivelit qeveritar, ka nivel republikan, po, kështu në bashkëpunim edhe me komisionin komunal. Dje paraprakisht kemi mbajtur mbledhje në komunë, këshillin e komunës, kryetari i komunës ka pas përfaqësues bashkive, gjitha bashkive lokale qytetit, ka pas shoqata jo qeveritare, shoqata sportive, cilat kanë dashur, kanë ofruar ndihmës cili do lloj mundshëm për këta banorë këtu. Deri tash kemi kaluar diku 43 shtëpi, vetëm në rrugën Pero Ilevski, aty ku edhe është zhvilluar ngjarja kryesore. Ne kam mbetë edhe 2 rrugë anësore, nuk janë të plota, po pjesërishtme. Do të vazhdojmë nesër me komisionin me evidentimin e këtyre objekteve që kanë vetë. Po nuk e di unë atë procedurën e shtetit si shkon atje, po duhet sa më shpejt kryhet. Ne ju kemi sugjeruar që sa më shpejt të jetë mundur të bëhet ai vlerësim edhe njerëzit fillojnë me rehabilitim, me rikthim në jetën e përditshme.